te na mdoket që mungon përgjithsisht. E qatë shumë dhe kur jemi tek respektimi që kompanit i kanë detyrimet e tyre ligjore, në fakt, për sigurinë dhe shëndetin në punë, nuk e di nëse ka pasur dënim tani ndonjë analizë se sa e respektojnë këtë kompanit, sidomos ato të ndërtimit me qenë se vdekjet që po vinë zonja Hoxha janë më së shumti në këtë sektor. Po, gjithmonë ndërtimtaria jo veç te na, po dhe gjithmonë nëpër botë e zën vendin e parë për numrin e jetëve më të humbuna, ndoshta edhe për shkak specifikave, mirë po tashna nuk muj me i përgjithsu gjitha kompanitë dhe ndoshta nuk do të ishte e drejtë. Ka kompani që investojnë seriozisht në sigurinë e punëtorëve dhe kjo duhet me u vlerësu, mirë po kur jemi të folë për 13 viktima në 6 muaj, është e qartë se si sistem nuk jemi aty ku duhet me qenë. Respektimi i ligjit nuk duhet me u bo veç për me i shmang gjobat ose përgjithësinë ligjore. Duhet me u bo sepse jeta e njeriut është vlera më e madhe që na e kemi. E qartë dhe a mendoni se numri aktual i inspektorëve dhe kapacitetet e tyre janë të mjaftueshme për të mbikëqyrur sektorët me rrezik të lartë në veçanti sektorin e ndërtimtarisë? Inspektorati i punës ka rol shumë të rëndësishëm edhe një ndër rolet më të rëndësishme në këtë proces është inspektorati i punës, është një nga mekanizmat kryesor që e mbikëqyr zbatimin e ligjit. Megjithatë, siguria në punë nuk është përgjegjësi vetëm e inspektoratit, po nxënësit janë ata të parë që duhen me garantu kushtet sigurta të punës, ndërsa institucionet duhet me mbikëqyr. Punëtorët duhen me u informu edhe me u përfshin kulturën e sigurisë, edhe kjo, siç po shihet, është përgjegjësi e përbashkët. A ka përgjegjësi edhe inspektorati